Gjillimsere Kasapi, nëna e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi, ka mbajtur një fjalim thellësisht prekës gjatë Akademisë Përkujtimore të organizuar në Çajër në nder të djalit të saj. E njohur prej dekadash si një arsimtare e respektuar dhe grua me karakter të fortë, ajo pranoi se përballë kësaj humbjeje të rëndë, forca e saj ishte thyer dhe se fjalët nuk mjaftonin më për të shprehur dhimbjen e një nëne që përcjell fëmijën e saj në banesën e fundit. Megjithatë, ajo gjeti kurajën të ngrihej para të gjithëve, duke falendëruar publikun për mbështetjen dhe dashurinë që i kishin dhuruar Shpatit gjatë gjithë viteve të karrierës së tij. Ajo tregoi se ishte thellësisht e prekur nga fakti që Shpati ishte kaq i dashur për njerëzit, duke e konsideruar këtë si një ngushëllim të vogël në mes të dhimbjes së madhe. Në një aspekt tjetër, jam shumë krenare dhe e lumtur që pas kam lindur një djalë, jo vetëm i imi, por i të gjithë juve. Ju e pas kemi dashur dhe unë nuk e kam ditur që e keni dashur kaq shumë, u shpreh ajo duke e ndalur disa herë fjalën nga emocionet. Gjillimsere Kasapi tregoi gjithashtu se vitet e fundit nuk kishin qenë të lehta për Shpatin dhe as për familjen. Ajo pranoi me një sinqeritet të rrallë se brenda shtëpisë së tyre kishte pasur shqetësime të vazhdueshme lidhur me gjendjen e tij emocionale dhe fizike. Le të jetë i qetë atje, pasi vitin e fundit nuk ka qenë i qetë. Kjo ka qenë parandjenje gjithë neve që jemi shqetësuar si familje, tha ajo, duke bërë të ditur se tragjedia kishte ardhur si një goditje, por jo krejtësisht pa shenja paralajmëruese. Ajo kërkoi forcë nga të gjithë të pranishmit për të vazhduar të nderojnë kujtimin e Shpatit, duke thënë se jehona e tij do të mbetet gjallë përmes nipërve, mbesave dhe brezave të tjerë që do të dëgjojnë këngët e tij. Fjalimi i saj, i përshkuar nga lot, krenari dhe një dhimbje e pafund, preku zemrat e çdo njeriu në sallë. Kjo rrëfim i sinqert dhe plot ndjenjë hodhi dritë mbi përjetimet e familjes, para ndarjes tragjike nga jeta e këngëtarit, duke sjellë një moment reflektimi, bashkimi dhe respekti të madh për figurën e Shpat Kasapit dhe për dhimbjen e nënës së tij, e cila pavarësisht humbjes së pazëvendësueshme, vazhdoi të qëndrojë në këmbë për nder të kujtimit të tij.